dhe zotërinj. Nga këty shesh shpesher jemi drejtuar me emrin e president Rogovës. Le të më lejohet edhe pse sot është i marrën peng nga policia dhe ushtria jugoslave, i sigurt që ai me mendje dhe bindje është në mesin tuaj dhe në kërkesat tuaja, t'ju përshëndes në emër të tij. Sot jemi të buar si pjesëtar të kombit i cili në fund të shekullit, të kombit shqiptar që në fund të shekullit po masakrohet, vritën, po shpërngullet me dhunë, po bëhet përpjekje për të humbur identitetin e tij. Jemi të buar këtu në mes të Evropës, për të kërkuar nga ndërgjegjja e civilizuar e bashkësisë ndërkombëtare, mbështetje konkrete. Në mbështetje konkrete në kohën më kritike, jo vetëm për kombin shqiptar, po për demokracinë, për lidhjen njerëzore, atë evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jem të buar këtu që të falenderojmë Aleancën Veriatlantike, që të falenderojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bill Clintonin, të falenderojmë Shtetet Gjermaninë në krye me kancelarin Schröder, të falenderojmë Anglinë në krye me kryeministrin Blair, të falenderojmë Francën në krye me kryetarin Schröder, dhe veçanërisht falenderimi ju përket ushtarëve të Aleancës Veriatlantike, të cilët kanë vënë në rrezik jetën e tyre për të mbrojtur civilizimin, për të mbrojtur virtytet e demokracisë, për të mbrojtur një popull më të vjetër të Ballkanit. Ajo çka po ndodh sot në Kosovë, përpjekjet për të zhduk një kom të tërë, nëpërmes masakrimeve dhe zhdukjes së identitetit të tyre, është koha e fundit që Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin masa konkrete nëpërmes trupave toksore për të ndëshkuar agresorin i cili është bërë shembull i një diktature më primitive që ka pa bota deri më sot. Kërkojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Unioni Evropian, nga Aleanca Veriatlantike që urgjentisht të vejë në ndihmë të kombit shqiptar dhe në ndihmë të civilizimit ndërkombëtar dhe të ndihmojnë kthimin e qindra mijëra shqiptarëve që janë shpërngul me dhunë në Maqedoni, Shqipëri dhe vendet të tjera, të cilët në deklaratat e tyre dëshmojnë qartë që ata nuk dëshirojnë të largohen nga vendi i tyre, por dëshirojnë të jenë të lirë, dëshirojnë ndihmën e botës, kërkojnë ndihmën e Evropës, kërkojnë ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës që urgjentisht të vënë në ndihmën e tyre konkrete. Kërkojmë nga Maqedonia që të jetë e kujdesshme këto ditë të rënda të kombit shqiptar, e cila po heziton me kalkulimet slave për shkatru një kom të tërë ose për të hapë dyert në vija të tjera. Shqiptarët nuk janë të interesuar të lëshojnë Kosovën. Shqiptarët nuk janë të interesuar të jetojnë në Maqedoni, as në Evropë. Janë të interesuar të jetojnë dhe të ndërtojnë jetën e tyre në vendin e tyre, në Kosovën e dashur të tyre. Kërkesa e veçantë i drejtohet opinionit ndërkombëtar, organizatës Kohën Bashkuar, që urgjentisht të marrin masa për lirimin e presidentit Rugova, i cili është marrë peng në radhë parë për të përqarë shqiptarët si kom, dhe së dyti për të manipuluar me bashkësinë ndërkombëtare, e cila ka vendosur që të jetë në krahun e drejtësisë. Presidenti Rugova në deklarimet e tija për opinion ka thënë shumë qartë në intervistën e 3 prillit marrë nga Der Spiegel, revista e njohur javore. Ato jenë bindjet dhe programi shqiptarve që
10 vjetë të shkuara. Prandaj, rrugova si një nga liderët më shuar të kombit shqiptar. Me Rogovën është një etap e kombit. Me Rogovën është dëshmor orientimi shqiptarëve në perëndim. Politika e Rogovës orientuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Evropën është obligative për botën e civilizuar që të sigurohet jeta e lirë atij. Këto ditë të vështira, kombi jonë kërkon unitet, kërkon vepër, bashkërënditje. Le të jetë ky takim i sotshëm një shembull i afrimit mes vetë dhe një mesazh për gjitha forcat ushtarake dhe politike për koordinim, bashkëpunim, bashkërënditje dhe orientim të kombit drejt pavarësisë dhe çlirimit definitiv të vendit tonë.